Kemi mritë çmimi I internetit. Çmimi I internetit do të thotë nuk është me nominime, po shkon në bazë klikimeve, ato mas mirë mujnë me I ditë edhe ata që mirën me ato punë. Kanali ndër më të fortit shqip në YouTube, Arkiva Shqip, I ftojmë përfaqësues të kanalit Arkiva Shqip për ta dorëzuar dhe çmimin. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë në emër të drejtorit të kompanisë Arkiva Shqip Aldon Ninit edhe drejtoreshës Angela Paber. Pra unë si Labinot Nuraj, përfaqësues për Kosovë bashkë me Driton Sopen, kemi ardhur me nda çmimin e internetit, që besoj është pa nominime, edhe e shohim se kush e ka fitu. Paka shumë duhet më ditë ata që jonë kliku shumë në internet, shumë. Hajde prap, Bigi! Stop për këtë publiku! 27 milion klikime! Hajde mi duhet lëkitje! Go! Mirëmbrëma miq të dashur, faleminderit shumë. Big, je njësh, faleminderit. E di pse thash faleminderit sepse ti je shumë dashamirëse ndaj të gjithë neve, kështu që e meriton një duar trokitje për Big Mamën. Ftoj Alfred Sulën, Sion to Step, gjithë grupin Asë Studio, Asë Records. Një duar trokitje për çunat, është një studio ere, një prodhimtari e madhe hitesh. Të kalali shpirt. Faleminderit. Të kalali shpirt është një këngë e bazuar mbi jetën reale. Fjalët shpirt, xhan, zemër, kemi dëshirë t'i dëgjojmë dhe t'i themi, apo jo? Është e vërtet apo jo? Na pëlqen kur themi të kam xhan, të kam shpirt, të kam zemër. Ju dua shumë, falenderoj shumë miliona dëgjues që na kanë nderuar, duke na klikuar, duke na përkrahur në koncerte. Falenderoj shumë Arkiva Shqip për suportin e madh që ka dhënë. Falenderoj Zhurma Show, faleminderit shumë Asë Studio, Two Step, faleminderit Dafi zemër, faleminderit Mandini Shtulla, faleminderit të gjithëve, faleminderit me gjithë zemër. Silva, para se më shkukësh ato është në këndu pak, live, gjithë së bashku të kalali shpirt. Se Silva Xhan, Silva Xhan, Silva Xhan ju ka. E Silva Xhan, Silva Xhan, Silva Xhan ju ka. Juve, të kalali. Bravo, të kalali. Ju dua, faleminderit. Edhe njëherë pra urime të kalali shpirt. Na si vjet jemi për herë të parë si Arkiva Shqip sponsori këti evenimenti dhe shpresojmë që ky bashkëpunim me Zhurma Show të vazhdojë edhe 90 vite tjera. Pra një duar trokitje për evenimentin më të mirë në Prishtinë që mbahet Zhurma Show.